në Kosovë, në rajon dhe në botë. E nisim me njëherë me njërin prej përvjetorëve të masakrave më të llatarshme në Kosovë gjatë vitit 1999, atë të Rezalës, ku forcat serbe kishin vrarë 98 civil shqiptare, madje ishin munduar t'i zhduknin plot 44 prej tyre. Para 5 vitesh në Rezalë u rivarrosën eshtrat e 9 viktimave, të cilat u gjetën në varrezën masive në Kizhevak të Serbisë. Eshtrat e zhvarrosura në Kizhevak ju përkisnin 7 të identifikuarve të rinj nga masakra e Rezalës, si dhe 2 të ribashkimeve me eshtrat e zhvarrosura më parë nga varreza masive në Rudnicë të Rashkës, po në Serbi. Për të përkujtuar civilët e ekzekutuar sot në këtë fshat të Skënderajt, qëndroi ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës Albulena Haxhiu, bashkë me ministrat të kabinetit qeveritar si dhe zyrtar të komunës së Skënderajt, në krye me kryetaren e kësaj komune Sami Lushtakun. Do të ndjekim në vazhdim, të nderuar shikues, deklarimet e Haxhiut dhe Lushtakut.